Mirëmbrëma dhe përshëndetje gjithëve miq, ritakojmë sërish së bashku, ditë e mërkur sot, ne pa filtra, kështu rehat dhe do të kemi mundësinë që sot jo vetëm të shqyrtojmë një personazh I cili I përket botës së showbizit dhe atij elementit roz, por do të marrim pak më shumë vesh edhe këto informacionet nga jeta e tij private. Por përpara se të kalojmë aty, dua të them dy fjalë për puntatën e kaluar, një falënderim për të gjitha portalet të cilat na kanë shpërndar lajmet tona, për dashurinë që keni treguar në këto vetëm 3 puntata kemi arritur të mbërthejmë goxha shikuese dhe patjetër ato komentet e para që duam të themi faleminderit. Absolutisht, unë gëzohem shumë kur në tavolinat tuaja dhe në telefonat tuaj gjithmonë klikohet emri Radar Pikale dhe sigurisht pa filtra, aty ku diskutohen temat më të nxehta, më pikante dhe ato ndoshta të pafuna dhe pa dëgjuar ndonjëherë, që ne kemi ndodhur që ne jemi munduar të sjellim ato që nuk janë dëgjuar dhe ato që nuk janë thënë. Pavarësisht se lart e poshtë qarkullojnë shumë zëra, por çfarë do të zbulojmë sot? Pikërisht do të ndalemi me një personazh I cili patjetër që di se si të sjell risinë dhe patjetër di të tregojë të vërtetat. Le të themi që shumë pak sot guxojnë të tregojnë të vërtetën në ekran edhe ta japin të drejt për drejt. Pa filtra dhe nuk mund të mungonte në pa filtra një personazh I cili është pa filtra. I themi mirëmbrëma dhe përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Unë jam ai personazhi I botës së roz, por shëvishja me zezë se të bëj kontrastin. Të bëj gjëmën. Për të thyer ato ekuilibrat, po, për të mbajtur një lloj balance. E para një suksese, urime, më bëhet shumë qefi për këtë. Ju kam ndjekur, mos bëj kot tash si u them që shikoj se ju kam ndjekur, gjasme. Okej, vlerësoj, po. Jo, ju kam ndjekur, më keni pëlqyer shumë, jam bërë çik xheloz, patjetër që jam bërë çik xheloz që e keni marrë këtë gjë. Edhe këtë s'kam se ta mohoj. Sa I sinqert, sa I drejt për drejt. Po tash ti kur jemi për të tjerët, mos jemi për veten. Okej. Edhe mirë më pëlqej ka dhe studio një që nga fantastike, më pëlqej ka shumë. Të pëlqen energjia, domethënë, të pëlqen struktura e studios, dizajni, Jo, në përgjithësi, ka një lloj vibe, pozitiviteti, energjia juaj. Pastaj ti je zjarr mi shoqë. Po ja pra, më shkon mua me shkëtë zjarr. Po dabe me dabe. Po pra. E pra ja kështu me energji ka shumë. Eldon të pyesim mirë se ka qenë kjo periudhë për ty. Periudhë skandalesh jam unë. Dëgjoj, skandalesh, domethënë se ka një problem shumë të madh. Të gjithë I quajnë skandale, ndërkohë unë nuk I quaj skandale, unë thjesht them atë që të tjerët mendojnë ose thonë me vete, por kur nuk e ngren zërin. Nuk e ngren zërin lart. Dhe një nga gjërat që unë kam më shumë problem ose që unë nuk mbaj dot brenda vetes time, është kjo gjëja që se shumë më thonë do të kopjosh që Fabrizio Coronën, apo do të kthesh në gazetarën e skandaleve, pavarësisht se unë jam kthyer dashur pa dashur, Nuk është se unë kam dashur ta bëj këtë gjë, realisht. Po domethënë nuk është se ti ke pasur një lloj strategjie, jo. Absolutisht. Ti ke dashur sjellësh veten tënde. Ashtu sikur se je. Këtë lloj gazetarie di unë të bëj, nuk di të jem servili kurkujt, nuk bëhem dot servili kurkujt, nuk bëj dot rolin e tutorit siç bëjnë shumica e personazheve të njohur të botës së ekranit që kanë një shpurr nga mbrapa femrash dhe që I përdorin për X arsye të vetat, janë gjëra që unë si ka përdi dot, dhe për sa kohë nuk I ka përdi, unë do them atë të vërtetën time. E vërteta ime është kjo. Kështu që kujt I pëlqen, kush I pëlqen me hedh në gjyqe dhe deli humbur. Sa gjyshe numëron deri tani Elton? 8 kisha, po duke janë të rreshur, janë 6 që do hikim besoj edhe ato dhe pres të rejat se kemi personazhe pafund që unë vazhdoj dhe nxjerr të vërteta të njerëzve që mua më vjen keq pse hiqen dëgjoj. Se shumë eksaktësisht çfarë nuk të pëlqen pse ngacmon pse ndodh kjo. Për sa kohë ne jetojmë në botën e rrjeteve sociale, për sa kohë ti supozohesh që je një shembull Xhiljola. Unë po të marr për shembull Xhiljolën, Xhiljola kur ishte në një reality show që bëhej diku, ishte një person që ndiqesh edhe siç ndiqet dhe normalisht është shembull për një kategori të caktuar njerëzish që mund të jenë, duke pasur parasysh edhe pjesën tjetër që në Shqipëri nuk ekziston filtri I moshës. Dhe shumica e vajzave të vogla që duan dhe në rastin për shembull po marr aterojnë po të bëhen. Duan të bëhen thotë si Xhiljola ose në rastin tim për shembull, siç un kam ja 3 javë që merrem me Luana Vjollcën, dua të bëhem thotë si Luana Vjollca. Marrim pra si një rol model kështu për ta ndjekur. Po patjetër pra. Të gjithë neve në atë moshë kemi pasur një idhull. Po, e vërtet. Absolutisht. Domethënë ti vetëm ti je një njeri pa botë, pa zemër, pa ndjenjë, pa asnjë gjë që ose ti jetosh I mbyllur brenda një shtëpie me 4 mure, pa botë televizive, pa internet që të mos kesh. Sot të tërë kanë. Dhe ti thon unë do bëhem si kjo dhe shef që ti merr 80.000 euro lule. Po ku I merr ti këtë lule? Kush të sjell ti këtë lule? Ti harxhon 1 milion lek për të bërë thonjt.
Ti bën kaq, po, më tash ti i ke pasur kolegët e tua që donin 4.000 euro në muaj për të larë flokët. Kështu që në fakt janë thënë shumë ekran. Po. Homologe, homologe. Që kemi ndarë tinta të korridore se po kolege quhen tash. Po jemi në një treg shumë të vogël, jemi në Shqipëri. Njëri tjetrin e njohim shumë mirë tani, kështu që patjetër 7.000 lekë do ta blesh bojën e flokëve të mjekës se të patjetër. Dhe po thoja që ti dashur pa dashur, mbase ti do ajo ose ai kërkojnë të shesin veten e tyre, të ngrejnë standardet e tjera për të pasur një dashnor ose dashnore me lek për t'i mbajtur, për ta ditur që shiko ti më vërtet do më kapësh mua, unë jam dashnoria jote, do të kesh parasysh unë kam kaq mijë euro shpenzime. Po këtë gjën që ata bëjnë për veten e tyre, llogaritse që janë dhe 5, 10, po qoftë edhe një personazh jashtë botës së Instagramit, që ty të shet edhe do të kopjoj. Dhe do shkatroj veten. Po. Normalisht. Janë një shembull negativ në këtë. Pikërisht, dhe mua kjo gjë nuk më pëlqen dhe dua shumë që këto gjërat që nuk janë reale, ti them që janë reale. Realisht. Dëgjoj, po ti ndes shumë polemika dhe ndes shumë debate, ndes shumë hilaritet. Po sepse ka një problem shumë të madh Gjiliola. Elektrizon shumë situata, ti përplas njerëz shumë të lloj forma. Po, dhe shumë mirë bëj. Unë nuk jam personazh që jam i varur nga jeta publike. Po. Sepse kam lekun tim. Nuk jam personazh që jam i varur nga X personazhe të tjerë që bëjnë evente dhe që do të ftohet patjetër. Nuk më rruhet hiç fare. Po fare, madje as nuk i shkoj dhe kur më ftojnë. Sepse u urrej falsitetin, e urrej kurvërin që është aty brenda, jo tek femrat, po tek burrat, se burrat janë më kurva se sa femrat sot. Po. Deklarata të forta. Dhe për më tepër, nuk jam tip që më interesojnë shumë kjo jeta glamour që bëjnë këta. Po këta harrojnë diçka, që bëjnë një jetë glamour dhe kur kthehen në shtëpi han bukë me djath, tek ajo shtëpia me qera që rrin, që kanë 3 muaj pa e paguar qeran. Në një fasadë madhe, ne kemi thënë media e ka këtë. Kështu që unë nuk jam i varur nga këto gjëra, nuk kam se të jem servili kurkujt, që aman, të jem unë servili jot që ti të më ftosh mua diku. Nuk dua unë fare të më ftojnë. Dhe madje shumë nga këta po të më ftojnë e di shumë që do më hedhin koçifoz në gojë që kam. S'më kishte shkuar dëgjoj. Pyetja pash më vjen mua direkt në mend se e para e dyta e tretë merat po. A mendon të rifutesh sërish në Big Brother ti? Po jo, e kam pasur ftesën, unë kam pasur ftesën. Unë kam pasur ftesën për të katërt, po unë kam pasur ftesën për të katërta edicionet. Ke nerva? E ke refuzuar? Shiko, nuk ka qenë se unë e kam refuzuar. Ditë them që tek dyshu unë u çarmatosa komplet sepse nuk mund të futesha, sepse kishte Luizin më kam shumë mik dhe nuk mund të shkoja të futesha në Brother. Tek treshi pata një mos rakordim sepse unë doja t'hyja që në fillim, ata më caktuan javën e dytë, po unë dashje si dashje një kokë. Jemi këtë që kush futet në fillim tregon rëndësi. Jo, mua më futet edhe ditën e fundit dhe ta hedh shtëpinë e erë, nuk e kam aty. Un kam thjesht un thjesht doja kapriçot e mia ishin që un kisha qenë fillim sepse unë e shikoj veten time që e meritoj që të jem që fillim dhe jo javën e dytë. S'kam pse. Që prandaj më janë. Po me Luizin çfarë raporti ke? Domethënë raport shumë të mirë miqësor, është nga të vetmit personazhe që ka pasur ndonjëherë Big Brother. Big Brother normal edhe Big Brother VIP që kam marrëdhënie fantastike, është vetëm një njerëz që nuk po llogarisë Rozana Radin, sepse Rozana Radin nuk kam jetuar me Rozin. Edhe kemi 20 vjet me ndërteje tha breke. Ashtu bash, po. Jemi, kështu që nuk e llogarizoj të Rozanën se kam si pjesë të shtëpisë, ndërsa Luizi është i vetmi që është ka ardhur nga bota e Big Brotherit që është njeriu më korrekt që unë kam njohur ndonjëherë, pavarësisht fjalëve të tjera që thonë njerëzit, se janë këto zilit që ta shpifin, është shumë korrekt, shumë i dashur, shumë i sjellshëm, shumë mirënjohës për atë që ti ke bërë, për atë që unë kam bërë, se kam bërë ndonjë gjë të madhe, po për aq sa unë kam bërë. E rëndësishme kjo pjesë. Po, ta vlerëson edhe mirënjohja. Po, shumë, edhe ai edhe Kiara, edhe Gjerasin që ti falenderoj për gjithë mirënjohjen që më kanë dhënë. Dua të pyes Elton, këto skandale që ti the që më shumë se sa skandale janë të vërteta dhe të vërteta cilat kanë dalë nga skandale i cilësojnë ata. Po, i cilësohen patjetër. Nuk cilësoj fare skandale. Janë të vërtetat e tua, mendon se të kanë dhënë. Nuk janë të vërtetat e mia. Atëherë, që
se e vërteta ime është i bie pastaj që ti diçka relative. Ajo ime mos jetë e jotja. Jo, unë them të vërtetën time. Unë them të vërtetën e tyre. Aha, okay, bukur. Më kupton? E vërteta e tyre, se e imja është tjetër gjë pastaj. Unë mund sa 500 gjëra dhe them kjo është e vërteta ime dhe pikë. Jo. Po sa të kanë ndikuar këto pozitivisht dhe sa negativisht? Po unë nuk bëj për të atëre, se ky është pra ti nuk ke asnjë zero interes mediatik. Pra është fare më zero, nuk unë se kam fare këtë pjesën. Po të ishte të kisha shfrytzuar rrjetet e mia sociale për këtë gjë. Në qoftë se ti futesh në rrjetet e mia sociale. Po ja, futa mund tani? Urdhra, ke ndonjë gjë që unë mund ta kem shfrytzuar, përveç se mund gjesh shprehje për të qeshur, apo batuta apo video, nuk e di çfarë edhe unë, jo, nuk e kam fare te kjo pjesë. Fare zero. Profilin e ke mirë shumë. Jo, mirë, okay. Dhe në fundit edhe suporti emocional dhe familjar që i ke dhënë Shpat Kasapit së fundmi. Po, atë patjetër. Që ke dalë, ke pasur një deklaratë shumë të fortë së fundmi me Olsa Muhametin edhe raportin me Edin që kanë qenë një marrëdhënie ke thënë, ëh? Një lidhje dashurie janë këta të dy. Jo, se kam thënë një lidhje dashurie, kam thënë ka një lloj raporti. Që raporti mund të jetë varet se si mund ta shikosh. Spiritual, po. Jo raport dashuror, qoftë mund të jetë edhe dashurore, tash ata mund të dinë vetë se punë e tyre, po dy gjëra ka. Ose Olca thot sa lekë ka dhënë Edi që po e fut çdo Big Brother, ose çfarë ka Olca Edi që po e fut çdo Big Brother. Po mirë, dëgjoj. Ti më dukesh më sigurisht i filtruar kështu ja futur kështu si këta gazetarin investigativ. Jam thjesht unë them atë që mendon çdo njeri jashtë. Shiko, gazetaria roze ka këtë patjetër që ne do japim mendimin tonë. Ju pëlqen këtyre personave. Si blen. Po si të blej ty për shembull, ha. Me intuit. Ora mund të bëra pyetje ti më këtë pyetje. Kjo është inteligjencë po. Ja për njerëzit që na ndjekin nga ekrani thon këta gazetarë të showbizit, mos si marrin vesh këto informacione. Se nuk se flej ky me Luanën apo flej ky me Bora Zemani, për shembull, si merr vesh Eltoni informacione që del më pas. Para njëri nuk them asnjëherë asnjë lloj informacioni pa e verifikuar minimalisht në 3 burime dhe pa e verifikuar dhe vetë. Po, e vërtetë. Absolutisht. Janë ato W-të e gazetarisë, po jo të cilat patjetër që duhet të shërtohen. Showbizi, gazetaria roz ta lejon dhe pas edhe një lloj burimi, sepse ti je thjesht tash e them. Edhe një opinion tënd, një opinion vetjak, se si ti e shikon këtë raport. Por jo, unë s'dua ta bëj. Nuk është e gabuar. Pikërisht, unë këtë gjë s'dua ta bëj. Dua çdo gjë që do publikoj ose çdo gjë që do them, dua ta kem 100% të vërtet dhe të sigurt përpara. Po tash ja të them unë, po ç'do duhet ty? Burimi im është i imi. Dashkë ti burimin tim. Po për shembull sot mi thot Blona Qerreti, ha. Po patjetër janë. Tani dua. Ja, ta herë po. Jam shumë kurioz përveç gjyqeve, kështu kërcënime ke pasur ndonjëherë? Jo më lart se kam qenë në RTS i ftuar, në të njëjtën ditë që kam qenë bashkë me Xhiliola, dhe ndërkohë që bëja grimin, kam marrë një telefonat dhe drejtuesi nga personazhi vet. Po. Një tjetër që ishte bashkë me personazhin. Okej, menaxheri mund të themi kështu, okay. Po që menaxher se sa më aman tash. Shikoj se këtu menaxher le ta themi që janë shokë të ngushtë, janë kushërin për personazhe, dhe ky personazhi, kjo vajza që vëri këtë djalin që më mori, është një personazh që jeton akoma në shtëpinë e ish të dashurit, që ish i dashur i ka lënë 3 herë afat për të liruar shtëpinë, që ajo thot 3 herë rresht, shiko se unë nuk kam se ku të shkoj, dhe tani i ka po sepse ish i dashur, unë tashmë e kam shok. Dhe ai vetëm thot, se i thash po çfarë duke bërë. Sa i kam lënë pushop. Dhe i ka lënë afat deri në janar. Dhe nëse ajo prapë nuk del në janar, unë aty pastaj kam gojën kaq. Di unë se çfarë bëj. Edhe se si flas. Se si e kishte emrin ky personazh si. Emi ajo është. Po thoya si kishte. Ne po të thoja që atë ditë isha në studio, ndërkohë që po bëja grimin për ty në studio, më merr dikush, më kërcënon dhe madje Fiodora prezantonte, më tha nuk të shoh mirë, çfarë ka thënë, kush. Po, ishin bashkë aty te grimi dhe po. E thash unë asgjë, s'ka gjë. Jam mësuar se me ndërte e tha neve nga Vlora themi këta ta han mund. Ndjes, pip. Pa filtr. Po. Kështu që se kam fare këtë lloj problemi, edhe nuk kam pasur personazhe të botës krimit që unë i kam përmendur, ka pasur ndërhyrje nga njerëz të tretë, të katërt që mos ta përmend, ta heq, ta fshi, ta bëj, nuk fshi, nuk heq asnjë gjë, nuk është.
jetojmë në një vend me kaq pak njerëz që edhe po se thash, nuk ka dia i tjetri. Shikoj, jemi një treg i vogël mendon apo ndonjëherë sa Po i ne jemi vogël treg fare dizë po. Jemi treg. Shikoj çaj. Sa mos jemi treg. Ja të them. Po si mos jemi treg, Ja do ta them, po jo, një sekondë, ai ton tani. po Tani na bën në kontradiktë. Di pse se tani nëse ti thua Dëgjoj që mua, jemi treg. po si e treg? E di në momentin që E ti di thua çfarë që je nuk ti? jemi treg, ti Ti je. thua që këtu I ke pazari me parasysh? kë bëhet? Një sekondë, këto çupat me kë bëjnë pazarin? Do më lësh Një ti ta sekondë, mbaroj. një sekondë këtu. Ne Këtu ne jemi, ka me patjetër kë bëjnë një pazarin? treg ekziston, po Ato sa lule i si madh blihen, jemi. ato makina si blihen, ato rroba si blihen, që Me se clearing. nuk është treg. Me clearing? Po patjetër. Çfarë? Në çfarë forma? Do të reklamë ti mos e dulet. Kështu? Po pse më ke dalë? Pse ato lulet nuk janë Më kanë vërteta thënë mendon? dhe të tjera variante versione. Po pse ti kujton se lulet janë të plera? Fal, kot për mua Lule betë, me se po. clearing? Po ashtu thon portalet. Pik pyetje. Jo se tha shumë. Portalet pra, Ha, portalet. po, Unë jam portal. okay. Do Lulet të thonë ti janë të blera. nuk ti thua që nuk ekziston një treg këtu në Shqipërinë tonë. Sa do i vogël Do qoftë më ai. dish ta sqaroj tash Pa urdhra, konceptin. pa. Se po e thot, po e Atëherë thot. ka tregjet, them, është tregu europian i showbizit, tregu i Hollywoodit, pastaj Bollywoodi, çfarë të duash, Okej. tjerë, janë ata. Ne jemi fshatarët që shesin me karton poshtë pallatit. Ky është tregu jonë. Bëna çove për to. Po sepse Na bëre kaq- reptilian Po fare. kaq jemi. Shiko, në një vend ku ti prodhon çdo vit 30 personazhe publik, po ndërkohë je vetëm 2.4 milion banor, hajde mos qaroti mua se çfarë je. Ke më treg. 30 thash unë më e pakta, se 30 i nxjerr vetëm Big Brother. Pa folur 30 që të nxjerr përputhen. Pa thënë 20 që të nxjerr X Factor. Pa shtuar 20 që të nxjerr Albanian's Got Talent. E, këto Pa shtuar reality 20 show që- Ferma VIP. Edhe përputhen, edhe ja u bë. E tham atë, që Tani, llogaritë i thonë unë të 100 kam dhe ca parë ty. personazhe që dalin çdo vit si personazhe publik dhe të tërë e mbiquajnë veten VIP. VIP. Po pse kjo dëshirë kaq e madhe, domethënë që pse ata shohet kaq shumë Ne jemi dëshirë për të bërë Bullgaria, të famshëm? ne jemi bullgarët e viteve y. E ke parasysh në vitin 90-92, meshkujt shqiptar masturboheshin me foto femrash bullgare, me cicat silikon deri këtu, buzët gom deri këtu. Atje jemi ne akoma. Po ti shikosh, femrat shqiptar janë akoma tregu bullgar. A mendon se në Luana Shqipëri, Vjolca, për për shembull, po shembull, ta e ton, shikosh, ka një është tipik gabim midis të Hazizi, suksesshmit dhe Luana personit Vjolca, të famshëm. mirë, jo, nuk ta kthej fare përgjigjen, pa ta thënë unë këtë fjalin time. Luana Vjolca është tipik Hazizi i viteve 95. Wow. Po Azizi ka ndryshuar tani? Ka bërë një Po se dimi sa ishte Po pritës zemra se na Romun. kaloi te Azizi, po pritës zemra, Ai duro, është duro. tregu Romun. Se jemi këtu te shqiptarët, ti na çon te Azizi. thuaj tash ti pyetjen Tani dua tënde. të pyes, ka një ndryshim midis të qenurit i famshëm dhe i suksesshëm. Domethënë këtu duan të jenë të famshëm apo duan të jenë të suksesshëm? Tu duan të kem pardh. Po, kjo është. Si e zhvillon ti këtë? Unë se zhvilloj fare, unë ha grosh edhe kaq. Pse ndodh kjo? Se të kem pardh pra. Po pse kanë këtë dëshirë? Po kaq ku di shumë unë të për madhe? pyetje ata, vuajnë nga deliri i madhështisë shqiptare. pra kjo është Kjo logjika. është deliri Shqiptarët vuajnë nga madhështisë. deliri i madhështisë. Janë njerëz që vuajnë nga deliri i madhështisë, Sepse janë njerëz fama Do fitohet ja, me 2 sekonda. I bie në Suksesi qafë, nuk fitohet ashtu. i bie mirë, se do i them unë atyre dhe e thua ti këtë që e mendon kaq holl, po ai se mendon fare kaq holl. Ai thotë më janë filani do iki do haj qyl tash ti sepse kam qenë në një spektakël. Ai tjetri thotë do pi qyl sepse kam qenë në një spektakël tjetër. Ai këtu funksionon për të marrë gjëra qyl, clearingu. Prandaj, dhe kur nuk i funksionon, pastaj kalon në depresion, ai thotë, jo, po pse ty të funksionon, dhe pastaj fillojnë të shajnë njëri tjetrin, fillojnë nxjerrin horliqet njëri tjetrit, aty del dhe burimi që kërkoi ti shpar. Inflacionit, po. Kështu që shumica e këtyre lloj personazheve janë fluska, më Fluska sapuni, po. Që po. do çahen mendon. që mendoj, po se mendoj fare mos ato çahen sa po formohen, po ta ngërliku ka pasur Gjiljola ka pasur njërin në tek ai Reality show, po. reality show që s'kishte dhënë vetë në gojë, por ndërkohë thoshte unë harxoj 5.000 euro. 3.000 euro, apo po, 5.000 3.000 euro, po. Po harxoj paradoksi 30.000 lekë për të shqiptuar, vënë një dhëm të paktën. O zot, domethënë. Ma kupton? Ka di ku shkon. Kështu janë. Po, Elton, këtë ashpërsin, kritikën e thikë të prerë me E ka me limon. mlefun, prandaj. E ke me mlef, po pse ka di pse? shumë të fortë paske? Këtë natyrën pasionante që të No, Po shoqëron. jo, pasionatur janë vetë, një si natyrë. Po thika shumë e mprekte, e mprek mirë përpara se të thuash një fjalë dhe godet. Po jo, Pse e kaq i vërteta, ashpër? e vërteta, me po kritikën? jo të duket ty e ashpër. Ha, Sepse po çfarë? e vërteta është e vërtetë, se Edhe e ashpër. vërteta tash nuk dhëm. është se- Po dhëm, pra dhe tash ajo duket s'është ashpër në fakt, Ajo po. është ashtu.
Shiko, për të them, janë 3-4 personazh që unë i quaj tutor të vajzave të showbiz. Dhe kur them tutor, realisht tutor. Tutor që i punojnë vajzat. Ti e di që ka shumë vajzat të showbizit që i punojnë si eskorta këto 4-5 personazhe apo se di? Pavdidi është një atje, këtu ka disa pavdidje. Po, Pididi, po thua. Po thua që ka personazhe publik të cilët janë eskorta. Ti thua po thua. Po. Ore e ke plot. Pse ato që kanë vajtur në përburgje? Sa personazhe publike që shkojnë në përburgje? Që s'ta them dot tu sepse e kam diku tjetër për ta thënë listën, po e di se sa ka? Ekziston një listë, imagjino sa shumë, po thua. E kuptoj. Është vërtet. Po për shembull, në çfarë mënyre komunikojnë këta me njëri tjetrin për të arritur çfarë bëjnë, duhet të shesin shpirtin djallit që të kapin një standard, të kapin një nivel, të arrijnë një qëllim, të arrijnë një objektiv. Ato janë treguar, aspektit material. Janë treguar, le të themi deri diku të zgjuar në kuptimin duke e ditur shumë mirë se çfarë kërkojnë këto vajzat sot. Kërkojnë famën, kërkojnë suksesin, thojza. Nga ajo ngatresa që thamë në fillim. Edhe duhet të jenë në qendër të vëmendjes. Dhe këto i premtojnë në pjesëmarrjen në X programe, i çojnë nëpër programe të ndryshme se këto 3-4 personazhet që po them unë janë edhe backstage i disa programeve televizive që bëhen nëpër disa televizione. Dhe këto i shfrytëzojnë këto gjë që kanë duke i nxjerrë këto nëpër ekrane her pas here dhe duke i thënë që unë ti po të bëj dikush, po të rris pjacën, po të rris vlerën. Dhe pastaj fillojnë kërkesat e të fortëve që do më bësh mua këtë, është e rëndomt kjo, pse ty s'ka ndodhur, ka thënë për shembull një shok që si s'ma bëre ti mua Gjilione fjalën që bie. S'ka shanse. Pa e zëm po them në mos Gjilione Benita, Si një shembull të caktuar, je në këtë shoqëri edhe ndodh kjo patjetër. Tash ti llogarit që aty tjetri ti thot dikush tjetër nga burgu dhe i thot vllai, t'jap 10.000 euro ma sën mua këtë. Wow, mirë. Okej, këto muhabete lart e poshtë kaq të shoqërosura e të shoqërosura vetëm unë që si kam të shoqërosura muhabete të kriposura me space brenda. Shumë të ëmbla në raport me njëri tjetrin tutorët me vajzat e skorta. Po. Shoqëria në shërbet fare kur e mendon që sa shumë fitime kanë të dyja palët në njëjtën kohë, flasin kështu brutalisht e pa menduar shumë. Foto të qeshur, të veshur bukur, të krefur, ti thua wow. Shoqërosët tonë duhet të kripur. Wow, thua çfarë jetë bëjnë këta. Ndërkohë në çantë kanë pjatën, tjetri ka tjera gjëra, tjetri ka klient, nuk është i boll shumë e shumtuar e shpifur. Pra në këtë mënyrë ti zgjedh që të bësh gazetarin tënde apo ke dëshirë që vërtet të godasësh një target group i cili prek. Jo, sepse pastaj quhet tendencioze. Jo. Unë bëj gazetarin time kaq. Eldon, kjo e vërtetësia jote. Sa mendon se të ka afruar me median dhe sa të ka larguar? Domethënë, do media shqiptare vërtetësinë apo nuk e do atë? Ku është drejtësia? Afër dhe larg. Afër dhe larg. Dgjoj, po mirë, okay, këtej nga showbizi ka informacion, por nuk duhet haruar dhe nuk duhet të shpëtoj nga sytë dhe nga veshët. Po e kam patjetër. Sepse janë të lidhura njëra me tjetrën. Po. Çfarë mund të na thuash për politikën? Çfarë është duke u folur nëpër korridoret e politikës të parlamentit tonë të dashur? Ne kemi patur mundësinë, luksin edhe e kemi gjetur një farë mënyrë të drejtën për të dëgjuar si popull për hallet tona një krah dhe nga krahu tjetër. Pastaj kërcasin këto fishek zjarret në skuta, në rrogoze, në themele. Unë kam përshtypjen shumë biznes bëm të sop. Për momentin në Shqipëri është duke u përgatitur ndjesia ime, nuhatja ime, edhe për unë shuhem që e kam të madhe. Kështu që nuhatja ime thotë që këtu po tentohet të ketë një grup shteti politik prokurore, nuk e di diçka që do të ndryshojë komplet sistemin midis këtyre që po drejtojnë tash, atyre që kanë drejtuar deri dje me një kastë re politike dhe po shfrytëzohet një grup prokurorësh për të arritur kjo. Dhe në ç'mënyrë po kërkojnë që ta realizojnë këto?
Po ti besoj po e shef që po arrestohen ose po kërkohen pezullime ministra, zëvendës ministrash, zëvendës kryeministrash. Pra ti mendoj që mund t'i besojmë ligjit aktual në Shqipëri? Është Qeverisjes? progresive. Do të shtit ashti. Që priteni se janë gati. Okej, mirë, shumë nga një dritë jeshile në fund të tunelit në këtë rast. Po dëgjoj se Shpresa vdesë ne fundit nuk i thonë. si televizion asnjëherë nuk kemi shkëputur marrëdhënie me politikën dhe kanë qenë të ndërseta me njëra tjetrën gjatë gjithë kohës. Raporti ngushtësisht i mirë krijuar dhe formuar, politika, domethënë kemi parë shumë gra që duan dhe aspirojnë dhe aderojnë të jenë moderatore në ekranet e televizioneve shqiptare. Pse kalon te Grida Duma, çka ke? Jo, nuk kam asnjë që nuk e Po kam jo, e sekundi. ke se vetëm ajo. Jo vetëm Grida Duma, por kush është edhe tjetër, Monika Kryemadhi gjithashtu është përfolur dhe është diskutuar që ka dëshirë të jetë pjesë e një paneli të Big Brother. Si ka mundësi të ka shpëtuar ky si lajm? Janë aludime këto spekulime apo? Ajo thjesht Si? ka thënë që po më ofrohesh pse jo. Dhe kjo është thënë gjatë xhirimit të një pjesë e filmit që ajo ka marrë pjesë. Po, ka dhe provuar vetëm përveç si kësaj aktore. Orin e Biaj, Po Ori ka qenë moderatore, hyri pa dashje në politikë dhe doli mirë që e kuptoi dhe doli prapë. Ka aderuar Që ti kemi nëpërmjet gritur dhe fushave s'ma të e ndryshme. shiruar. jo mas, ja absolutisht, lëre por tash ti. çfarë është kjo dëshirë e madhe që duan të aspirojnë dhe të kenë ato Sepse vjen një pikë që planet e ti, tyre po jo, për vjen një pikë diskutuar që dhe ti për e të parë. shef që në politikë nuk prodhon më dhe duke ditur që media është një pushtet, është një pjesë shumë e rëndësishme e politikës, ëh. Pra janë të lidhura ngushtë. Çdo gjë është e lidhur. Patjetër. Fshatari që shet qumësh tek cepi tash i pallatit Ka një lidhje me dikë tjetër, absolutisht. E kuptoj, dhe duke qenë se unë ti mendova se unë e kisha me Grida Dumën dhe sa mirë që është ajo aty dhe në një farë mënyre na hap një horizont, na hap një horizont shumë të mirë për të bërë një emision cilësor, për të dhënë pa kulturë, informacion, edhe për të treguar vajzave shqiptare një shembull shumë herë më të mirë nga ç'imi mësuar të shikojmë deri tani, shembulli copy paste i një Barbie silikon dhe nuk e shikojmë, por është një version tjetër që mendoj është moralisht i pëlqyeshëm dhe i aprovuar në heshtje të themi, por edhe me duar trokitje, për cilët lart e poshtë në komente Grida, dhe e pëlqejnë target të ndryshme moshore që e përqafojnë dhe e dëgjojnë gjatë gjithë kohës. Si e shikon ti? Si ka arritur ajo të bëjë gjithë këtë publik për vete? Si mendon ti se e ka arritur? Mua s'ka bërë se unë se ndjek. Nuk e ndjek fare? Jo. S'ka ardhur asnjëherë ftesë nga ajo? Më ka ardhur dy herë, po s'ka vajt, nuk më tërheq, nuk i shikoj një person Ka që një ka qenë audiencë politik. caktuar. Një person që ka qenë politik, ekstremisht politik, nuk mund të më shitet sot si apolitik. Nuk më gënjen dot, nuk më bën dot atë më katolike se sa papa. Mendon ti se Grida Duma i ka shpëtuar showbizit roz? Showbizit tonë shqiptar? Kushta? Grida Duma është në listën e personazheve që kanë Më të qenë. dëgjuar lart e Grida Duma poshtë. qëndron në Si e komenton showbiz, ti? Në komentohet. top list apo jo? Po e themi kështu në top list Grida apo Duma sapo thash ka qenë personazh. i përfolur? Më shumë i përfolur? Grida Duma ka qenë personazh që ekziston në listën e personazheve që kanë hyrë në burgje. Se ka pasur të dashurin në burg. Okej. Dhe si komenton ti? Çfarë na thua për mos u shako. Jo, nuk ka gjë. Ka qenë me të vërtetë. Jo, ideja është si komenton ti lidhjen. Ka qenë i dashurit Saliani, dhe është po. i dashuri bashkëtuesi i Grida Dumës. Po. Sepse shumë njerëz kur unë them këtë nuk e kuptojnë, e keq kuptojnë. Dhe ajo ka bërë vizitë se ka takuar njeriu e saj. Shumë mirë ka bërë Por këtë rast. në listën e personazheve publik gabimisht kanë vënë të shkretën që ajo ka vajtur te familjari i saj, se janë 2-3 personazhe publik që kanë familjarët e tyre brenda, siç është Efi për shembull. I Big Brotherit. Po. Siç është Grida Duma, është edhe një personazh tjetër që s'e them dot se s'mund ta them se prish punë familjarisht dhe ajo ka vajtur ka takuar dikë. Shikoj ton, ti e ke zemrën edhe shumë herë në disa raste shumë të mirë. Rezervohesh, jo gjithmonë je shumë i ashpër. Po patjetër. Je i matur. Po patjetër, tash dëgjoj, jemi njerëz. Jo çdo Okej. gjë tregohet. Jemi njerëz në fillim. Po. Dhe më ka ardhur shumë keq për shkakun kur e kanë përmendur dhe Gridën dhe Efin si personazhet e eskortave, që ishte gjë më skandaloze nuk ishte, sepse me një laps, me një letër, ulur dhe bëj një llogari. Ku ka vajtur Grida në filan, kush është filani, kush është ky? Ky është bashkëtuesi. Eksakt. Kush është tjetri? Është ky djali, dashur është nga Tepelina, çka ka është Ef. Po është i fejuari. Okay, po. A më kupton? Po. Pavarësisht se këtu i bien kokës
Dhe i bien pikërisht të personazhe Dhe që nuk i arrin bëjnë të kenë. kurbane të gjitha. Dhe Bravo. kjo është ajo fatkeqësia më e madhe që ndonjëherë showbizi të godet fort edhe është i pamëshirshëm në shumë raste. Në shumë raste. Po mirë, kohëve të fundit Luana ka qenë në top list të showbizit dhe jo vetëm për lulet, por edhe për fashë themet dhe së fundmi i fundit fare që unë kam dëgjuar dhe jam prezantuar gjithkohës në scrolling të Instagramit, kam dëgjuar që Endi Demneri është futur mes çiftit me Krenar Çoçaj apo jo. Është kështu, është ajo vajza Misi? Është futur në mes End, ja. Dhe Po disi është futur në mes. Po si është bërë situata? Çfarë ka ndodhur? Ata janë ndarë dhe më pas ai ka njohur Ja t'ja Endin. drejtojmë si pyetje njëherë, pa dhënë Po mendimin se tonë fjalët për ta marrë mendimin. tjetër gjë. Jo, Unë dua një të atëherë. vërtetë një të Atëherë. vërtetë jo tënde, por të Opinion, vërtetë opinion. që ti Krenari me Luanën ka pas një kohë gjatë, një krizë goxhat fort midis njëri tjetrit, është përfolur dhe më parë që ata janë ndarë, po ta mbani mend. Para një viti. Po. Është përfolur, ka pasur një krizë, ka pasur një ftoje goxhat madhe të marrëdhënies. Tashmë më vonë janë ndarë dhe më pas Krenari ka bërë publike një lidhje tjetër që është lidhja me që se ka bërë fare publike, sa ata s'kan dalë fare, po njerëzit kur i kanë parë bashkë në për avione apo VIP si quhen ata, ose unë iki për herë nga këta vende normale në për aeroporte, nuk shkoj nga këta VIP roomsat që kanë këto, që kanë VIP gates. Që qëllojnë aty, që kanë parë bashkë. VIP room, po. Siç ka qenë First class, klasi i parë i udhëtimit, të thua ti. Klasë të parë të udhëtimit në Wizz Air nuk e tash se po përmendi me emra firma, shpriteni këtë, po është më Jo, lehtë. po ato lule do të thonë si përfundim që ta marrin vesh ne Janë clearing. Janë clearing. Janë clearing. Janë clearing. Jo si Luana ja ka Po, bërë po, vetes po. vetë dhe kështu. Po pra, vetes e ka bërë, ka marrë firmën e luleve dhe i ka thënë këto lule do t'i marrë. Ato lule po thua kanë shkuar sërish në dyqanin e luleve? Po, me shporta siç kanë qenë. Siç kanë ardhur. Ky është mendimi. E kuptoj. Kush mendimi më është e vërteta dhe jo e imja, po është e vërteta. E kuptoj. Mendimi është tjetër gjë. Mendimi është Elton, jemi kurios të dim edhe pak për ty, se ti vazhdimisht flet Çfarë do të për ishte njerëzit bërë? e Ha, famshëm, je jam aty më në fort. median Ha, roz. ha, Flasim për kështu nga ana profesionale, ku është Eltoni momentalisht, çfarë duke Eltoni bërë? është gjithandej. Se njerëzit kanë një hata për ditur edhe çfarë bën ky djali që flet Po shumica njerëzve që gjithë mua më botën. ndjekin, e din shumë mirë se ç'a bëj unë. Po. Më vi ka keq të T'ja u rikujtojmë pak? Po, unë e di patjetër, t'ja rikujtojmë edhe publikut. Flasim pak edhe për Eltonin Unë sot. me reality show, përveç se jam edhe pjesë zyrtare e fermës VIP tashmë, Po. pjesë bëra klabe. Si opinionist aty, Po, patjetër. patjetër, po ndërkohë neve punojmë. Do jesh Nëse nuk sërish? punojmë, Do jesh në po, një edicion? Po, jam. Kur do zhvillohet Ferma VIP? Ferma VIP të vit fillon në mars. Okej, keni ndonjë personazh që qarkullon Kemi një nëpër listat personazh, tuaja? Të themi diçka sot? Kemi një personazh shumë të njohur të botës së futbollit, futbollistë kombëtarës, shumë i njohur që është pjesë e fermës VIP. Okej, ja një informacion, faleminderit shumë ekskluziv që ndan vetëm me ne për herë parë Ja, sot. ku na Të do them një edhe një tjetër. informacion. Po. Në filmin e Luiz Zellit, Aha. një nga aktorët është Loredana. Loredana, do t'i... e Që do të jetë pjesë. Është pjesë. castit? Është pjesë. të aktorëve në Loredana filmin e Brati Luiz po thua? Ellit. Loredana Wow. Brati, bëhet fjalë për personazhin Loredanës, e kuptoj. Po si nis Mordial, si zhvillon, si përfundon një ditë e jotja për treguar kështu për shembull ditën tënde? Impenjative? Shumë i mirë. Jo, un kam një ditë, e pa që un çam shumë herë. Je njëri i gjithmonë- zimeve të hershme. Në orën 5:30, 6 shpejt. maksimum jam i zgjuar. Pi kafen tim me filxhan të madh dopja. Karikohesh me energji aty, Po. sepse është një ditë e madhe përpara që të Bëj, pret me pasë tema. Tentoj të bëj ecje gjithmonë nisem për të bërë ecje që mëngjes për herë, pastaj o do bjeri shi ose unë do përtoj. Kështu që kam pastaj o kam emisionet ku jam i ftuar, ose pastaj merrem me pjesën e përgatitjeve të asaj që jemi duke bërë, që po të thoja. Të punës tënde. Tjetër. Kaq, pastaj pjesa tjetër Ti më e aty madhe e në- shtëpisë është pita e ditës, unë kaloj në shtëpi. Nuk jam tip që o do dal jashtë Shqipërie, siç ndodhe rëndom që ne udhtojmë shumë, Një O, tip i do- udhëtimeve, të pëlqejnë udhëtimet. se ke futur në Instagram tim, se do kishte luajtur mënç, do thoje kur erdhe kur ike. Do futemi patjetër. Dhe o do iki jashtë Tirane, o do rri shtëpi, po të jem në Tiranë, ose edhe po ndetem në Tiranë, maksimumi është në një kinema, po jetë natë këto, jo, më bëra Nuk e shumë ti, kohë që po. s'dal, për shkak edhe të punës që bëj, për shkak edhe, japim që rëndësi vetes,
Rreziku që mbartë si personazh. Rreziku, Bëj shaka. Edhe kjo, jam i dedikuar më tepër pas Për sa i përket karrierës tënde mediatike, ke qenë në media shumë herët apo jo? 2009. Që në vitin 2009 që je pjesë e medias dhe televizionit. Si kujton daljen tënde të parë? Nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend? Po. Se zakonisht është kështu në memorie fort. Jo, ka qenë aq traumë fort sa që nuk e mbaj mend fare. Do thua është ashtu si nuk e mbaj, nuk fare zero, nuk e mbaj. Elton, shikon veten të inkorporuar për shembull me një program tëndin dhe si do doje për shembull të ishte program. Jo në televizion, unë synoj YouTube-in. Pse për shkak të natyrës, besoj pa censurë të lirshme që të ofron. Censurë s'ke. Përfitimin e ke, okay, ka pak vështirësi, po është më e bukur kur produkti jot shitet vet, pa pasur nevojë ta shesin dikush tjetër, që ai dikush tjetër do të kërkojë. Po. Llogaritë veta do të thotë po dua këtë, jo po dua atë, jo po këtë mos e bëj, unë s'jam tip që të bëj gjëra duke mos dashur të tjerë që ti bëj. Mendoj që do të shkonte shumë një format i YouTube-it, më shumë se sa media dhe televizioni. Duke menduar për të bërë diçka në YouTube edhe besoj se do e bëj diçka. Absolutisht, urojmë shumë suksese dhe pse patjetër e meriton ta bësh këtë gjë. Duke dhënë që dhe publiku është aty edhe patjetër. Po, kam njerëz që më pëlqejnë. Sa i përfshirë është publiku Elton në Instagramin tënd për shkakun, në median tënde për të komentuar se shqiptarët vdesin për njerëzit e vërtetë, sepse ne kemi shumë fasada dhe kemi shumë nevojë për vërtetësi. Kam menduar se do shahesha shumë. Jo, po përsëri si stepur, përsëri ke vazhduar. Jo, po shahem shumë pak. Sa do që nuk është vërtet. Pa dje lart e poshtë edhe në korridorin e televizionit është dëgjoj djali guximshëm për shkak. Ndihesh mirë ti për të fakt. Po ndihem mirë sepse është vlerësim për mua. Është vlerësim patjetër. Unë nuk dua të më thonë se është më i zgjuar, jashtë më i bukur, jashtë se si kam këto, si. Do të më thonë atë që kam realisht, jam i guximshëm, është shumë okay për mua. Po për shembull fansat, ka grupacione fansash për shembull që të hidhen në sulm. Një gjë që më habit. Për shembull nga sulme që ti mund të kesh marrë në rrugtimin në karrierën tënde. Kur ishte Big Brother për shembull, kisha këto të Gjestit edhe të Eglit. Gjestin dhe Eglit. Po. Shumë janë fansa, janë fëmijë të vegjël që ose gra shumë të afeksionohen, do të thuash? O janë të vegjël, o janë të vjetër. Është një gjë që mua më shokon fare se janë dy ekstreme. Mirë po, janë dy ekstremet që janë edhe ekstremist në sjelljet e tyre. Domethënë gra që shajnë me libra shtëpie, listë të vdekurisht, çfarë ke, çfarë s'ke, po gra dhe madje gjatë jam edhe opinionist edhe në Big Brother që bëj pjesë nga jashtë, jo i brendshëm në spektakël si tek Ferma, po tek emisionet dytësore. Të kuptoj. Është e kam pasur goxha të theksuar këtë gjë që më mallkonin e më shanin e më bënin pafundësisht shumë, siç kam edhe nga ata, pafundësisht prap shumë që më thon bravo të qoftë apo shqyret e ti e bëre ti etj. Që guxon të japësh. Po sepse edhe në Big Brother edhe te këto dy reality show, një nga problemet e mia më të mëdha është kjo gjë që unë nuk intimidohem dot nga personazhet, nga të afërmit e personazheve, siç më ndodhte rëndom për shkak të Ferma VIP, që çdo Ferma Club që unë kisha të pamundur njerëz që më donin të më intimidonin ose të më akuzonin sikur nuk e shikoja Fermën, siç ndodhen në ndomë. Po kontradikt për plasje të drejt për drejt me Luana Djallsën ke patur ti se ti jesh aty te Ferma VIP, ajo është drejtuese. Jo, ka qenë, se nuk e di më është apo s'është më. S'ka pasur. Nuk do jetë tani. Apo ka? Jo, po nuk e di. Moderatore thjesht. Jo, nuk e di. Se pjesën e kësaj do jetë apo jo, s'ka qenë vetëm moderatore. Okej. Ideja është tu, unë Luanën se gjithë përplasja me Luanën nisi nga një budallik që vetë Luana bëri, jo që unë bëra. Unë isha në emision dhe thash, ajo vajzë ka shkëlqyer në Fermën VIP. Ferma VIP është formati adapt për Luana Fjollcën. Vërtet. Dhe kur u pyeta për një kronik roz, thash, zërat e liq thonë që në thojza po për ndjek ishte dashur sepse kanë qëlluar rastësisht në të njëjtin udhëtim që ka qenë me ai me atë. Kaq. Dhe ajo e agravoi këtë gjë, që e paraqesh nuk e thash unë, po thonin njerëzit që kemi parë Luani ka qenë kështu, dhe unë thash zërat e njerëzve, thash e them e thon. Po. Prekën në vizuar do të thosh. Po jo që ishte burim që pavarësisht se unë më vonë e verifikova dhe kishte qenë vërtet që ata kishin qenë në të njëjtin sallë VIP bashk.
Kjo bashkë me shoqin e vet duke qeshur dy koltuqe me tutje dhe krenari me Endin të një vend tjetër dhe ata madje krenari dhe Endi janë detyruar nga që është ndier keq krenari në siklet për skenat që po ndodhin, ka ikur përpara kohe nga salla VIP. Elton, kur krahason veten tënde me gazetarët e tjerë, të cilët janë pjesë e medias në Shqipëri, shikon kështu një disbalans, domethënë si të duken gazetarët e showbizit në Shqipëri? Janë ata të vërtet apo mbajnë anë? Nuk janë të vërtet. Sa hënë e pirës. Sepse nuk duhet të prishin marrëdhëniet. Nuk duhet të prishin marrëdhëniet me personazhet. Janë njerëz që presin tunin kafe dhe ti paguash kafen. Mendon se për shembull, ka një lidhje midis gazetarëve të showbizit dhe artistëve. Pra, mund të ketë pagesa ose kontrata të cilat janë kështu backstage. Jo, Lali, qa pagesa, qa kontrata është, po jo, ma i merr telefonin dhe i thotë që shiko, do ma bësh të lajmë ose na merr këtë foto që kam bërë unë dhe i dhe sigur e kam bërë, sigur ka qenë kështu. Po për shembull, nëse ti një ditë do kesh programin tënd, që patjetër ta uroj ta kesh edhe do duash që ti ftosh këta personazhe. Nuk i trëmbesh faktit për shembull që ky personazhi që ke folur ti negativisht për shembull. Po pse unë nëse mua më hëngër të mortja, nëse mua më hëngër të mortja nëse nistem për një program dhe të vaj programin tim të këto natyrat. Është të sa i vërtetë është ky djalë, shumë i vërtetë. Më hëngër të mortja, kështu që as se nis fare po ti ashtu. Programi që unë dua të nis nuk do ketë fare lidhje me këto lloj personazhesh, sepse nuk e meritojnë që të jenë për ekrane. Çfarë i mungon sot medias shqiptare? Bukur. Çfarë i mungon? I mungon një reality që këtu ka reality, po s'ka reality. Pse? Ja pyet Gjilionin se ka. Janë më shumë show. Ja ku e ke Gjilionin. Ka skenar këtu, duhet ta themi. Ju të dy keni shumë pjesë tani. Ja po thuaj, është vërtet. Ja mi kesh. Jo, ka më shumë show, po, show. Ka skenar sot në reality show, ekzistojnë skenarët. Po është turpi, është të vjen keq ti thuash reality show. Po pikërisht, të vjen keq ti thuash reality show. Dhe unë do doja shumë që të bëja një reality, në thojza reality, të isha vetëm unë personazhi kryesor, autori, vetë moderatori, dhe të ftuar, jo të ftuar, do të shoh 360 gradë njerëzit. Kuj do jepe përparësi për shkakun? Kush mendon se do ishin ata personazhe të cilët duhet të ishin? Kolegëve të mi. Do vdisja të kapja Gjilionin njërë, ta kisha me vete, ta hypen majtë të korabit. Me kamerat që po e ndishin dhe aty do ja merja gjithë intervistën duke hyrë për majnë e malit. Sa e bukur kjo, ha? Pa. Ja, kjo i mungon pak media shqiptare. Mendon se tematikat ato të cilat trajtohen në median shqiptare janë pak plagjatur, janë të kopjuara, të përsëritura, ha? Është sepse dëgjoj, kjo është një gjë që riciklimi ndodh në të tërë botën. Ti ke rroba për shembull, po ta kaloj këtu muhabetin. Po bëj kështu një simbiozë, një lidhje. Babaja ime thoshte gjithmonë që këto të vjetrat mos i hihet kurrë, se do vi koha që do t'i dalin prapë moda. Tashti ato që fillon të bëhen si spektakli në Amerikë, avash në Australi, po shkojnë në Amerikë Latine, po do vinë në Europë, po do vinë në Ballkan, do vinë dhe kene. Kur vinë kene kanë ikur që janë. Ne më kupton kështu që pak a shumë është po e njëjta gjë, nuk është se ka do bësh në një shpikje tjetër ti. Edhe po të kesh Elon Muskun autor që ta bësh misionin në Mars. Unë dua të nxjerr pak një Elton tjetër sot, sepse Eltonin e kemi parë në atë lupën e kritikut, të ashpërthamë, të opinionit tënd që i qëndron patjetër deri në fund. Por nëse do thoja për shembull, a ka një emër të një moderatori shqiptar që jo e kritikon, por që e vlerëson? Ledion Liça. E vlerëson. Shumë. Ledioni patjetër, jemi dakordsi këtu. Cilat janë ato cilësi që ti vlerëson tek Ledioni? Nuk e di, ai njeri më pëlqen shumë i vërtet në çdo gjë që ai bën. Është origjinal, nuk është i shtirur, nuk tenton të shaj siç mund të bëjë një moderator ose moderatore që viktimizohen për shkak të pikimeve. Ledioni është i vërtet, po thua. Mua më pëlqen Ledioni shumë, më pëlqen do të thënë ky është i vetmi moderator që më pëlqen, ëh? Gjinia femërore. I vetmi? Po që më pëlqen. Prandaj po e pyes, po nga gjinia femërore për shembull, kemi një zonjë ose një zonjush? Po nga gjinia femërore? Që ti e vlerëson për shembull që ke një moderatore? Alfeta Vesiu pëlqen shumë. Pëlqen. Po. E vlerësoj shumë, është e zonjë. Arbanën po ashtu. Okej. Shikon që nëzorëm edhe një Elton tjetër, jo vetëm atë Eltonin i cili kritikon, por edhe atë Eltonin që patjetër i vlerëson ata të cilët mendon se janë për të vlerësuar. Shikoni që ky djalë ka energji shumë, ka energjinë.
e të vërtet, edhe për pozitive edhe për Dhe së negative. fundmi patjetër. në Big Brother Kosova, VIP, aty është bërë Një bordel e Nami vërtet. Izi. Si mund ta komentosh? Çfarë mund të na Po vi keq thuash? që Çfarë quhet Big Brother përshtypjesh? VIP? A mendon ti se ky Big Brother ka një patent që i përmbahet rregullore së vërtet? I përmbajnë rregullave ata? Ata i Të një përmbajnë formati- do, po vërtet se kanë shkelur shumë me Linda Rein, vjen shumë keq. Dhe me këtë rast unë gjej rastin të bëj thirrje produksionit të kthej sendet personale. Akoma ja kanë mbajtur Akoma. punë. Ka Po. sendet Po për produksioni çfarë akoma. arsye po. kjo lloj Nuk këtë gjë nuk e neglizhence? di, unë i bashkohem në thirrje sepse Linda Rein kishte kërkuar ndihmë në Instagramin e saj, që të gjithë njerëzit kush kishte mundësi të bënin thirrje të kthenin sendet personale, i bashkohem dhe unë thirrjes të kthejnë sendet Se ka ndodhur personale. kjo, një hatër mbetje nga që Është ajo një lloj vendosi të dalë, hakmarrje. primitive e Olca Muhametit që Primitive e quhen. Po, shumë primitive. Olca është primitive. Kështu që dhe hakmarrjen e ka primitive. E kuptoj. Dhe çfarë komenti ke mbi banorët e përzgjedhur që janë brenda aktualisht? Është Janë Big duke Brother bërë i një lojë? shitur, më vjen shumë I keq shitur? atëra. Totalisht i shitur. Okej, nëse i thuaj shitur, kush është fituesi? Edi. Po. Wow, do të Ase thënë shefti, do ta shohim më emision. ase shefti që Jo, të bën prime unë ke shikoj njerëz në vetëm, studio që bërtasin. Edi, dikosh Edi bëj vetëm. Edi. Wow, do të thonë ky që nga një Big Brother i shitur. Kush duhet të jetë, domethënë, sipas teje, cilat janë personazhet, cilët duhet të jenë Po, pjesë e shumë një Big shpejt. Brother-i. Që duhet të jenë pjesë. domethënë, duhet të Po, jenë jo, më edhe figura këto. mediatike. Edhe këto. Shiko, kush Dhe është pse ka koncepti? personazhe të cilët Kush është merren koncepti aty? i O, Big Angeli, Brother sekond, të VIP? të kalojmë aty o vlla një sekond. Pse është Edi fitimtari, fituesi, Atë çka po ka themi bërë? edhe kush duhet të Përgjigjen jetë. pra Kundër. që Olca duhet na japi. I ka dhënë lek Edi që të jetë në Big Brother, apo Olca e do kaq shumë Edi që ka futur prapë në Big Brother dhe që do t'i japi Big Brotherin. Apo ndoshta E kështu e Olsa e nisëm shikon me atë si qenë një konkurrent që përbën shikime për shembull, e shikon atë si një bankomat. Është pyetje kjo. Nejse. E shikon base si dhe gjë tjetër, po si bankomat, no way. Po të thoja që si personazhe, kush është koncepti i Big Brother VIP? Kur patëm një përplasje goxha të fortë midis lojtarëve në Big Brother, detyrova mëra Biblën e Big Brother VIP-it. Dhe që po e lexoja. Patentën, po. Jo, Biblën. Quhet Bibla. Bibla, Bibla okay. e Big Brotherit VIP, është po. që është libri i madh me rregulla. Dua dhe unë kam dëshirë ta lexoj dhe unë këto. Ta nisun. po. Dhe një nga gjërat më interesante ishte që koncepti Big Brother VIP-it Po. është personazhe publik të harruar për t'i rikthyer edhe një herë në skenë. Bukur. Ndërkohë që në Kosovë nuk ndodh kjo. Mhm. Në Kosovë fusin një fëmijë 18 vjeçar, E. që ata e quajnë VIP sepse ka humbur familjen në një aksident. Kanë futur një OnlyFans, që është Bi Khalifa, që është e turpshme, sepse është një program që shikohet nga fëmijët. Shiko, ka një problem shumë të madh. Nuk ka censur, nuk ekziston censur. Ka një problem shumë të madh. Dëgjoj, ka një problem shumë të madh. Kosova për herë ka dashur të bëjë, unë nuk e di pse kanë këtë problemin kaq të madh me neve të Shqipërisë. Ndërkohë që ne s'e kemi fare të. Ka një konkurrencë thua? Ata ne na shohin si konkurrent. Shikoj, unë mendoj që ka një kompleks inferioriteti karshi nesh. Pikërisht. Po. Dhe çfarë ndodh? Duhet na imitojnë një po bën si majmuni që të kopjojnë keq. Shiko, ty të janë dashur 15 edicione Big Brother, fiks 15. Po. Për të thyer dy tabu. Për të thyer dy tabu. Ësakt. Dy tabu. Cilat janë këto? E para ka qenë homoseksualiteti, me Claudin, e dyta ka qenë me Amberin që ishte transgjinore. Po. 15 vjet. Për të thyer këto dy Ke tabu. edukuar një popull për 15 vite rresht, me 3 vite pauzë në mes, se është 18 vite kështu, që ti publiku të filloj të të pranoj këtë gjë që ti po i jep. Po drejt ta haj. Ti se më do për 3 vjet këtë gjë. E bukur kjo. Edhe ku në Kosovë. Që e dim shumë mirë se çfarë probleme shka. Dhe e dim shumë mirë se sa fort është e ngullitur feja të këta dhe sa islamik janë ata në konceptet e tyre. Po mos ndoshta Ulsta e bën këtë pikërisht sepse kjo ndes debatin, ndes ato Është një patjetër shprehje që komente ne dhe nxit labët kemi se algoritmet. juve nga Korça. Ne labët duhet të dëgjoni ca shprehje. Dashuri e pse? dëndur, e pjerdhur dhe e fëndur.
Do t'i lënë se janë pa filtra. E ndaj e bëra për ta nxitur mendimin. Po, kemi dëgjuar laborin, e kemi dëgjuar. E vërtet është Si që wow. edhe kjo e dëndër, Ecën e në pjerë ritme. dhe e thëndër. Po për moderatorët kena një Krijojnë bark. Janë njerëz që krijojnë bark, Grop. që japin Televizive. Po, krijojnë një bark të lodhshëm, i humbet ritmi. Po moderatorja me Nuk atë e di që bëri pse. që lexon skaletën e ke fjalën për Po, shembull. atë pa ajo është gjë më e vogël, ajo është një do I një falet milion, një po. aktore e për shembull ajo. Po patjetër, që i I falet, falet. një aktore Edhe nuk në i falet. teatr i bën ato thua ti. Po mirë dhe po t'i bëj. Po, saj nuk i falet të bë. Prit reagimin, Jo, lidën. Po, E kam për Prit më vonë, reagimin. më lër. okej. E kam për një ditë tjetër. Do merresh. Se janë një dy skena që E. më thënë të drejtën cilat janë. E di si është kjo puna, mos rënë në gojë gazetarëve. Po tani, Se Jo, por, mos është po në tani gazetarë fshati që që janë duket se profesionistë. është pria nuk do kallapus, duket. Mos është në atyre që janë profesionistë. Që të marrin të Një studiojnë profesionist e kupton shumë mirë atë, patjetër. dhe një muaj, 2 muaj duke studiuar ty, gabimet që ti bën, E pra, si tënde, është pak trashanik si unë gabim me kam të drejtë. kam një muaj që po e studioj. Më duhet dhe pa kohë për dalë Një konkluzion. për një përfundim. Po, dhe së fundmi, Olsa ka pas një përplasje të fortë mediatike me Anketa Po, Vesiun. kam pasur edhe për para ata, gjë që unë nuk e di se për çfarë bëhet Ishte fjalë, pak- po Jep e merr ai, po. që vajzë që ka bot, sa po e thoja. Po. Dhe Dhe këtë vjen keq pse po e bën këtë gjë atje, thash. Eksakt, por përveç kësaj e shikoj dhe më mënyrën se si ajo ka arritur të realizojë një bashkëpunim me Grande Fratello në Italia. Po nuk është asnjë gjë më ajo. Po. Çfarë është? Çfarë Pra është një ide vjedhur kjo nga Po patjetër. Po patjetër. produksioni Po Top patjetër, Channel. Po patjetër. Ata morën avionin, vajtën në Rom dhe thanë "Hajde se po e bëjmë ne." Pra, nuk është se është Vjet kaq nuk u bë hiperbol, sepse kaq Top Channel nuk e i vështirë për përputheshe të bërë, dita a? e po fare më. Po, është një gjë e thjeshtë. Nuk i përputheshe dita e spektaklit sepse ata ishin të hënë të premte ndërsa Top ishte të marrë të shtunë. Dhe nuk përputheshin ditët e hyrjes dhe u la për të bërë e kuptoj. vitin tjetër që ishte këtë vit Grande Fratello po mbaron edhe 2 javë ka dhe pastaj mbaron. Aha, po. Big Brother fillon me datë 20 dhjetor, u pse thash edhe datën, dhe si përfundim është që a përfituan këta dhe hajde shëndet kaq. Nuk është se kanë arritur ndonjë gjë. Grande Fratello bën të tilla bashkëpunime me çdo lloj Big Brotheri. Ky Ka është. bërë dhe herë të tjera. Po, e kuptoj. Tani ne do të vazhdojmë me një rubrikë Elton që kemi përgatitur këtu për ty dhe quhet zgjidh e mlidh. Ti do duhet të përgjigjesh vetëm me Unë po duhet të ose me mbledh? jo. Mlidh dhe zgjidh Çfarë gjithashtu. interesanti. Do të fillojmë pa humbur kohë me pyetjen e parë miq, a ke zbuluar ndonjëherë një VIP që përdor drogë? Po ose Po. jo? A ka moderator që blen ndjekës dhe klikime? Po. A ke informacione për lidhje sekrete që ende nuk i Po, ke po, publikuar? po. Po. A ka VIP-a që sillen keq me stafin dhe Po, publikun që nuk e di? po. A ke parë ndonjëherë një VIP të rrihet me partnerin pas Po, kamerave? po. A e ke kapur ndonjëherë një shef televizioni me skandale intime? Ja. Jo këtu. A ka personazhe që paguajnë për të dalë në emisione? A ka këngëtar që nuk këndojnë kur live edhe pse Po, thonë të kundërtën? po, A po. ke një VIP që përfshihet në korrupsion? Po. A ka këngëtar apo gazetar, a ka gazetar në këra showbizit që bëjnë favore për informacione? Po. A ka VIP-a që duken të dashur por në prapaskenj janë agresiv? Po. A i ke humbur pranë dikujt me një lajm që ke publikuar? A i ke humbur punë, a i ke prishur punë dikujt me një lajm që ke punë, thashë ke humbur. që ti ke publikuar? Ç'e di, s'm ka thënë gjë. Okej. S'm ka rreth në për. A të kanë kërkuar ndonjëherë të gënjesh në intervistë Po. dhe nuk e ke bërë? Patjetër. A ke dosje për VIP-a që preti përdorsh në momentin e duhur? Dosje në kuptimin e fjalës si informacione, po kam, sa të duash. Okej, ne do të vazhdojmë akoma miq. A të kanë kërcënuar ndonjëherë VIP-a për lajme që ke publikuar? E ke thënë? A ke zbuluar ndonjë gjë që nuk e ke parë kur publikisht? Po. A ka VIP-a që paguajnë për të fshehur një skandal? Po. A mban krahun e ndonjë personazhi të njohur? Kur kujt? A ke parë ndonjë VIP që të tradhtoi partnerin? Po. A ka Bashkë lajm- partner. Madje, 2 partner bashkë. 2 partner bashkë. Wow. A ka lajme Që që është hetero në jetën normale, po në jetën e tij private të errët është gay. Wow. Dhe është personazh shumë i njohur. Çfarë hermetizmi në këtë rast? Jo, unë po vras në mendjen cilin live të zbuloj dhe të hetë dritë dhe të E se do përtojmë ke unë them vazhdo me pyetjet e tjera, se jemi tek 6-ta. Okej, a ka lajme që i shpik vetëm për klikime? Ja, si. Zero. A i prish marrëdhënien me njerëz për shkak të punës?
Jo, sepse ato marrëdhënie që unë kam pasur, s'ka pas fare lidhje me punën, unë kam pasur ditët marrëdhënie që kam pasur. Dgjoj, atë kanë ofruar para për të hequr një lajm? Ja. A ka VIP-a që sillen ndryshe para kamerës dhe ndryshe pas saj? Thuajse të gjithë. Pasato. Pasato. A ke refuzuar ndonjëherë të publikosh diçka se ishte shumë e rëndë? Ta kujtoj? Ja, s'kam refuzuar. A të vjen keq për ndonjë lajm që ke nxjerr? Ja, po, kam refuzuar. Ke refuzuar? Po, sepse bësh Jo, fjalë kujtuaj, për... Toni. Po, bësh fjalë për një marrëdhënie çifti, ishte një familje në mes dhe prandaj nuk e kam publikuar dhe kam heshtur. Për hir të familjes. Po, për për të hir. ruajtur Ja, pra familjen. e njëjta gjë është dhe kjo këtu pyetja, a të vjen keq për ndonjë lajm që ke nxjerr? Po, rastin fjalë. Jo, se kam nxjerr, pra pikërisht, se Nuk kam e ka nxjerr. nxjerrë, unë ka para Ah, prirë, ke është para treguar prirë. pragmatizëm Okej, në këtë moment. Super. Ato po A fare. është showbizi më falës se që imagjinojnë njerëzit, është shumë Mua fake? 100%. A ka VIP që shtiren të varfër ndërkohë që janë shumë të pasur? Jo, janë shumë të varfër edhe shtirën sigurisht janë shumë të pasur. Wow. Është e kundërta. A ka lidhje të sajuara vetëm për marketing? I ke burre grua sot. A do Ka ishe të edhe gati? në gjyq. Po vazhdo. A do ishe gati të thyje miksin me Tikë për një të vërtetë të madhe? Po dëgjoj, pra po ta Do, them. prishe Unë miqësi. nuk kam miqësi, përveç se thash Luizit dhe Kiarës, Rozanës, që janë njerëz që i kam miq Po, e them, shpirti, Rozana, prej vitesh, po. jo miq vipliku. Nuk se kam pjesën tjetër që kam pjesë të showbizit. Është zgjedhja ime që e kam bërë mos të kem pjesë të showbizit, që të jem shumë komod me këtë gjë. Mos prek kërkën sepse puna ime e do që nëse pas nesër ti do publikosh një lajm që dikon mund ta prekësh. Unë kam zgjedhur që shoqërinë time të kemi jashtë showbizit. Është favor kjo mendoj. Po, Më mirë ti qëndrosh jashtë showbizit. Jam shumë mirë kështu. Elton, të falenderojmë shumë. Unë ju se falenderoj realisht shumë ke për qenë pa filtra sinqeritetin, për 100% sot. transparencën, për gatishmërinë, Edhe për shumë i kushtimin vërtet. dhe për zbardhjen e lajmeve të Tash që unë pafundme kam që një ti ke problem menduar shumë sot madh. së ndashme me ne. Duke ju falenderuar një rreth parë që më ftua, dua t'ju kërkoj pak ndjesë për pjesën time kaq shumë pa filtra sa jam, sepse unë flas kam zgjedhur të flas jo me gjuhën e Grida Dumës që do përkthys, po kam zgjedhur të flas me gjuhën e popullit që mos do e përkthys. Edhe kjo gjuha e popullit është kjo gjuha që unë përdor, që po pak a shumë që e kam bërë dhe me ju, kështu që mbase deri diku kam thënë një fjalë që ju do përdorni në një pip, po Si pa filtra që jemi mundohemi Si pa sa më filtra që shumë ta jemi, reduktojmë atë pipin, do bëni por mirë. Elton, siç thash edhe një herë faleminderit, edhe dua Faleminderit t'uroj juve. shumë suksese, Faleminderit. edhe realisht e meriton një vend patjetër si moderator për të dhënë veten Dhe tënde. u takofshim në kryengritje dhe suksese të mira, mëdha, dhe në gëzime të të ardhshme. të mira dhe gëzime të ardhshme njëri tjetrit. Faleminderit patjetër. Faleminderit Kënaqësi juve, ishte shumë. kënaqësi dhe je shumë e mirë. Faleminderit. Sa, ja. Faleminderit. Jo se të kam labë, po je. Okej. Ja dhe komplimentat për goca që patjetër nuk mungojnë, patjetër që po. Faleminderit. Miq të dashur, kështu do të mbyllim edhe programin për ditën e sotme. Do ju lëm ritakim ditën e premte me një personazh i cili është shumë i madh, po kështu big. Ju lëm takim të premte. Mirupafshim.